Tre boksirët shkodran, Arion Kajoshi, Syrian Marinaj dhe Nelson Hysa kanë ngritur lart jo vetëm emrin e kombëtarës shqiptare, por edhe të Vllaznisë në finalet e memorialit ndërkombëtar Vllaznia 2016, organizuar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Ata u shpallën kampion në këtë turne, duke shkëlqyer dhe dëshmuar se Vllaznia mbetet kampione absolute në këtë sport. Në ndeshjet finale boksirët kuqezin dhuruan emocione të shumta. Fillimisht ishte Zeneli, i cili u mund nga rivali i tij Kazakistanas, ndërsa më pas ishte rralla sukseseve. Shkodrani Kajoshi ka fituar po me rezultatin 2-1 ndaj Kazakistanasit tjetër Aljanov, ndërsa Marinaj ka mundur kosovarin Muarremit 3-0. Në peshat e rënda, Nelson Hysa triumfoi ndaj bullgarit Batiknov, duke merituar edhe titullin. Në fund të aktivitetit është zhvilluar ceremonia e dorëzimit të kupave, ku ekipi më i mirë është vlerësuar ai i Kazakistanit, bokseri më i mirë i memorialit, Syrian Marinaj, ndërsa organizatorët dhanë edhe një kupë për boksirin më të mirë vendas, që shkoi për Nelson Hysën. В това отношение аз бих искал да поздравя организаторите на този турнир, които показват и изтъкват ролята на Албания за по-нататъчно промотиране и за изпъкване на тези ценности, които са толкова важни за съществуването и разбирателството между хората. Në këtë kuadër, unë duhet të përshëndes organizatorët e shqiptarë të këtij turneu, të cilat punojnë me këtë aktivitet që të promovojnë këto vlerat e përgjithshme njerëzore dhe të promovojnë bashkëpunimin dhe miqësinë midis popujve. Shkohet absolut vetëm i boks ka, absolut. Duhet tash nuk kena si përpara që trajtojnë tonë barabartë sportistët. Vetëm këtë sport ka Shkodra, vetëm këtë duhet me pas mbështetje më tepër, me ndihmë më tepër. Në kjo se këta boksiera mund ndihmojmë Karikum, mund ndihmojmë Sevilla, mund t'i çojmë me bën turne gjithmonë. Unë kam besim se të kualifikohen të shkojmë në Olimpiadë. Ne ishim shumë bukur, i falenderoj drejtuesit që më vlerësuan me kupën e bokserit më të mirë vendas, si gjithashtu edhe bokserin më të mirë Syrian Marinaj. Mendoj që të dy merituam kupat.